Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë ngjarjet më të fundit që ndodhin në jetën e personazheve publik. Sonte nuk dua të flas për banorët që janë aktualisht në Big Brother, për ato do të bisedojmë nesër. Gjatë gjithë ditës kemi të tërë ditën në dispozicion. Sonte dua të flas për një marrëdhënie, për një histori dashurie që lindi brenda atyre katër mureve. Unë gjithmonë kam qenë, me thënë drejtën, i besimit që Casey, pa marrë parasysh që është një djalë bombastik që ka një lloj të shprehurit, domethënë të çuditshme, plaste në mënyra të ndryshme, por këto lloj njerëzish brenda vetes së tyre ka një shpirt jashtëzakonisht të bukur dhe pikërisht, domethënë, me afrimitetin që Casey bëri me Inën, që ndoshta tani Stelina kur i shikon këto ngjarje, kur e shikon se sa bukur jeton Ina, sa e lumtur është me të, sa po kënaqet në krah të Caseyt, edhe është penduar ndoshta që nuk i tha po marrëdhënies së saj me Caseyn, që nuk i tha po asaj dashurie që Casey në fakt po ja kërkonte çdo ditë. Unë e kam komentuar Caseyn dhe kam thënë që Casey nuk ishte një djalë që, domethënë, dëshironte që t'i shkon një femrës non stop nga pas. Por e kishte edhe një diçka që ndjenjën të cilën e kishte në shpirt, në momentin që e thonte me shumë dashuri sepse kishte aq ego të madhe, ashtu siç un kam arritur ta analizoj Caseyn për aq kohë sa ishte në Big Brother, saqë domethënë egoja e tij nuk e linte që t'i thuash mashtrues, t'i thuash gënjeshtar, apo t'i thuash që ti nuk ke emocione për mua dhe ti më përdor. Dhe mendoj që konfliktet më të mëdha mes Caseyt dhe Stelinës me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit ishin nga kokëfortësia e të dyve. Do me thënë, Casey është një natyrë që e do partnerin e tij, e do shumë të butë, e do shumë të dashur, e do shumë paqësore. Tani, ndoshta ju do të thoni o Tiron ç'a thua, po Ina nuk është ashtu. Ina nuk është ashtu në lojë, sepse Ina kur e kishte Caseyn brenda shtëpisë, ajo ishte shumë njerëzore në aspektin e ndjenjës me Caseyn, në aspektin e emocionit, në aspektin e respektit kundërdrejt mashkullit të saj. Dhe pikërisht një puthje që Ina e ndjeu dhe e bëri, nga që kur komentoj Brikenën dhe them që nuk është ndonjë moment i madh që të duhet në shtëpinë e Big Brotherit për t'i dhënë një puthje dikujt, për t'i dhënë një emocion dikujt, për të hapur një portë dashurie, sepse është i vetmi ambient që ti mundesh të krijosh një lidhje jashtëzakonisht të bukur, nga që e ke komplet momentin për t'ia përkushtuar atij njeriut, domethënë për ta jetuar atë njeri, se nuk ke as telefona, nuk ke as kafeja, nuk ke as gjë, domethënë je ti dhe partneri që ti dëshiron të krijosh një diçka. Dhe unë mendoj që Ina përdori logjikën e saj, përdori dhe ndjenjën e saj, ajo që në momentin e parë, domethënë kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit, filloi që t'ia merr zemrën Caseyt me afrimitet, me qëndrime, domethënë kur ai ishte i mërzitur, kur ai ndjeshte vetëm, që Stelina i kthente shpinën, ajo i shkonte pranë në mënyrë shumë njerëzore dhe Casey veproi në kohë, mendoj unë, nuk e gjykoj në fakt për përzgjedhjen që ka bërë, sepse më pëlqejnë meshkujt si puna e Caseyt që domethënë marrin vendimet e tyre në duar edhe nuk tolerojnë që askush të shkel mbi dinjitetin e tyre. Mendoj që Ina tani me qëndrimin e saj në Big Brother, me forcën që tregoi, se nuk e besoj unë se ka qenë banorja më e votuar për t'u larguar nga shtëpia, sepse kishte banore për shembull në atë pikë të lojës që rinin kot, Ina ishte aktive, krijonte dinamika, krijonte debate, krijonte diskutime, domethënë nuk ishte një personazh kot, nuk ishte një personazh pa vlerë, po gjithsesi u vendos që të largohet në atë televotim dhe u largua. Marrëdhënia e tyre, siç duket, ka filluar dhe ka vazhduar jashtëzakonisht bukur edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Atë premtim që Casey në fakt e bëri në momentin kur mori gjithë çunat e Tiranës për të takuar Inën pranë shtëpisë së Big Brotherit, është një premtim që Casey
është duke e respektuar edhe tani. Do me thënë, po ai Casey që ishte jashtëzakonisht surprizë e madhe për Inën, ishte jashtëzakonisht i ëmbël për Inën, edhe pse kishte shumë e qef në fakt që t'i bën një surprizë të bukur më datën 14 shkurt brenda shtëpisë së Big Brotherit, me patjetër që produksioni nuk ja ka lejuar sepse këtë surprizë e bëri një herë Casey. Casey nuk e la Inën pa e surprizuar ditën e sotme në fan club. Do me thënë, fan clubi sot ishte një magji më vete, i gjithë fokusi ishte tek Ina, e gjithë vëmendja ishte tek Ina, teksa Ina u surprizua me një video e montuar nga produksioni gjas me Casey, kishte thënë fjalë që veshi i Inës apo një shpirt i një femrës së dashuruar në asnjë mënyrë nuk dëshiron që t'i ndëgjon. Dhe ajo që unë pash tek Ina, realisht, pash atë vetbesimin dhe atë zgjuarsinë e Inës se sa shpejt kishte arritur që të ta njeh Casey-n dhe sa shpejt kishte arritur që të krijon një lidhshmëri të veçantë që të dy domethënë të lexojnë njëri tjetrin me sy. Dhe unë mendoj, në qoftë se një femër shikon shumë gjëra të një mashkull, në qoftë se një femër mundohet që ta zgjedhën perfeksionin, edhe pse realisht perfeksioni nuk ekziston, sepse edhe vetë femra nuk është perfekte për të qenë mashkulli perfekt, unë mendoj që gjithmonë mbeten e parealizuar në jetë. Ina nuk i pa këto gjëra, Ina e pa Casey në sy, e njohu natyrën e Casey që ngjit me të, do me thënë gjetën shumë rrugë të përbashkët të dy, brenda asaj shtëpie u bën dorë për njëri tjetrin, Ina u paragjykua jashtëzakonisht shumë, do me thënë u komentua shumë keq, u përfol jashtëzakonisht keq, si goca që hyri që ndau një çift që realisht ato nuk ishin çift, do me thënë nuk ishin as të martuar as me fëmijë, por vetbesimi dhe vërtetësia jote gjithmonë të nxjerr në dritë. Do me thënë Ina tregoi një anë të saj krejtësisht tjetër, do me thënë një vajzë shumë dimensionale dhe një vajzë që lufton dhe sakrifikon për dashurinë. Dhe sot teksa i pash, do me thënë të dyshin shumë të lumtur, siç duket e kanë finalizuar gjën e tyre, do me thënë është një dashuri që do të vazhdon, tani nuk mund temi të vëmë kokë në zjarr, por do me thënë aq sa ne pam ato të dyshin shumë chill me njëri tjetrin dhe kishin gjetë momente shumë të përbashkëta. Unë i uroj Casey-t edhe Inës të gjitha të mirat, publiku dëshironte që edhe një herë t'i shikon bashk në shtëpinë e Big Brotherit, dëshironte që ta shijon edhe një herë romancën e tyre. Mendoj që Casey ishte një djalë që i duheshte asaj shtëpie, por nuk diti ta menaxhon lojën, nuk diti ti menaxhon emocionet dhe realisht e gjitha kjo gjë Casey-n e çoi drejt dështimit më të madh, atij dështimit që ne nuk dëshironim që ta shohim Casey-n jashtë. Por ato të dy janë shumë të lumtur dhe domethënë të gjitha thashethemet dhe hamendësimet që janë lart e poshtë për Inën dhe Casey-n rezultojnë të jenë të reme.